Uji nga rreshjet intensive të shiut ka përfshirë këtë të mërkur tregun e qytetit të Pogradecit. 10 tregtarë i kanë bërë apel bashkisë së Pogradecit që të marrë masa, pasi malli i tyre po prishet, ndërsa ata vetë po kalojnë orë të tëra gjatë ditës në një ambient të lagësht. Tregtarët kërkojnë që në qytet të ndërtohet një treg i ri, sikurse është premtuar. Bie jashtë, bie brenda, neve kemë të qullur, robat në qullur, qartë ashtu me ja. Vetëm uji tashi. Ato vinë, duan paranë, zota di se qarë bëhet, se qarë zbehet. Ne kemi ka gjithë në lagështi. Ose bashkia të na, siç na ka premtuar një treg të ri për ta bërë, ose të merret me pronarët edhe të na bëj diçka që të qëndrojmë më ndryshe, jo në këtë situatë që jemi. Këtu kemi 25 vite, neve u kalbën në shi në dëborë, këtu jemi jashtë. Tani pse sa bë një tregtëri po gënjejna. As një kusht kemi, kusht e fare kemi. Bashkia po gënjen shumë. Në fondet i vjedhin ai dutët. Pse kështu bëhet? He? Të la kemi në dhe mos bëjmë asnjë punë. Po të vejmë, të vjedhin, të bëjmë dot për të vjedhur. Rreshjet e shiut kanë përfshirë pjesën më të madhe të vendit që prej së martës, teksa në disa prej qarqeve situata e krijuar nga moti paraqitet më e qetë.